100 vjeçaria zbulon sekretin e jetëgjatësisë. Prej 10 dekadash, një 100 vjeçare super në formë ka ndarë sekretet e saj për një jetë gjatë e të shëndetshme. Ann Angeleti sugjeron se ka një sër gjërash që njerëzit mund të bëjnë për të rritur shanset e tyre për jetë gjatësi, por ajo thotë se ka një gjë mbi të gjitha të tjerat që e ka mbajtur të lulëzuar për më shumë se 10 dekada: puna. Një frymëzim për komunitetin e saj lokal në New Jersey, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo vazhdon të drejtojë biznesin e saj të suksesshëm të bijuterive së bashku me vajzën dhe mbesën. Ajo ende punon 6 ditë në javë në dyqanin e saj, duke udhëtuar në qytet për të negociuar dhe për të arritur marrëveshje biznesi, që në moshë të re ajo tregoi përkushtim për punën, madje la edhe shkollën që të punonte për të ndihmuar familjen. Ajo ka ofruar gjithashtu disa këshilla të tjera të thjeshta për njerëzit që shpresojnë të jetojnë deri në 100 vjeç. Ani kushton shumë rëndësi kujdesit për veten, duke shpjeguar se si gjërat themelore janë shpesh më të rëndësishme dhe më të neglizhuara. Duhet të zgjohesh, duhet bësh dush, duhet të hash, duhet të kujdesesh për veten, shpjegon ajo. Përveç kujdesit për trupin dhe mendjen, Ann thot gjithashtu se gjetja dhe zhvillimi i lumturisë personale është thelbësore për një jetë gjatë. Nëse nuk të pëlqen ajo që po bën, atëherë ndrysho. Gjithmonë përqendro së pari në ndërtimin e marrëdhënieve. Jetëgjatësia në mbar botën është rritur duke u rikthyer në nivelin e periudhës përpara pandemisë së koronavirusit. Gratë jetojnë mesatarisht deri 76.3 vjet, ndërsa burrat 71.5, sikurse mësohet nga një seri studimesh botuar në revistën prestigjioze për mjekësinë The Lancet. Rritja e ndjeshme e popullsisë në plagje dhe faktorët e rrezikut në ndryshim kanë hapur një epokë të re të sfidave globale për shëndetin, deklaroi Christopher Murray nga Universiteti i Washingtonit në Seattle. Ekipi i studiuesve ka vlerësuar gjithsej mbi 300.000 burime të dhënash. Mbi bazën e të dhënave për vitin 2023 u ndërmorën vlerësime për 204 shtete dhe territore.